kena drejt me I thy disa rregulla në për raste emergjente. A e vozitni kështu edhe makinën e policisë? Po, më ka ra. Përshëndetje, fillimisht, a mundesh për me na u prezantu nga cili region i ardh sot për me marrë pjesë në gara? Po, jam regionit Mitrovicës, qyteti Mitrovicë. Çfarë ndjenja është sot për me I thy rregullat e policisë duke qenë se ju jeni të thirrur për me I zbatu ato? Nuk e shoh si thymi e rregullave, përderisa na ka ra dhe në për raste emergjente e kena të rregulluar me PSO të policisë të Kosovës apo edhe me ligjin 08 e Elnetit 6, që kena drejt me I thy disa rregulla në për raste emergjente, ma të ndjeshme përderisa jena të sigurt për sigurinë e tjerëve në trafik. A e vozitni kështu edhe makinën e policisë? Po, më ka ra. Nuk më ka ra shumë shpesh për shkak që e ku marrë patentën pak ma vonë. Po, na ka ra. Zakonisht kena kujdeset e në për raste emergjente, mirë po përderisa e kena të rregulluar me PSO, I lëshojna edhe alarmat e policisë, sirenën, dritat, që me I siguru njerëz që është ndodhur diçka emergjente edhe me lëshu rrugën. Çfarë ndjenje është, çfarë adrenaline ta jap? Është një pikpyetje e madhe përderisa jetu shku një rast. E kjo sot? Kjo sot ka qenë diçka interesante, një adrenalin pak ma ndryshe pej ditëve tjera, sidomos kur e kena ditë kauzën për çka jena tu e bo. Kolegët e ramën detyrë është diçka që na prek krejtve, jo veç neve si polic, po edhe qytetarët e Kosovës. Kështu që besoj që u konë një eksperiencë interesante, pak ma ndryshe edhe për neve dhe për njerëz që kanë me po nëpër media. A mendon që keme dalë sot fituese? Pa marrë parasysh nëse dalë fituese me rezultat, jam fituese në shpirt një farë forme, se di që jam ardhur për një kauzë të mirë. Edhe po ashtu jena ardhur edhe për kauzën e përdorimit veturave elektrike, që është shumë e mirë për mbrojtjen e ambientit. Na si polici që jena thirrën për siguri, për mbrojtje, besoj që nuk jena veç për qytetarët, po edhe për mbrojtjen e ambientit që jetojna na. A mendon që këto gara ndikojnë edhe në ofrimin e qytetarëve? Besoj që po. Është diçka atraktive, diçka që I shtyn edhe qytetarët mu aktivizu për një ardhmë më të mirë të shtetit tonë. Shembull, qytetarët nesër mas nesër në për gara tjera mundon edhe me na përfaqësu, me na jap një faqe e bardhë në farë forme. Faleminderit shumë. E po shpresoj që sot keni me dalë fituese. Faleminderit. Përshëndetje, fillimisht ana tregon prej cilit region keni ardhur sot për me marrë pjesë në këto gara që I ka organizu policia e Kosovës? Jam për regionit Prishtinës, punoj në stacionin Qendra, natë dysh, Argjen Gashi. Okej, çfarë ndjenja është sot për me I thy rregullat e policisë duke qenë se ju jeni të thirrur për me I zbatu ato? Po, është një eksperiencë e re që nuk ka rënë me përjetu më herët, diçka jashtë punës që e bujna normalisht, është diçka jashtë zakonshme që e bujmë, do më thonë, me dalë pa shpeja asoj rutinës që e bujna zakonisht, patrullës, punës terrenit, përgjigjes që e bujna të informatave, është diçka pak jashtë asoj normalis që e bujna zakonisht, është një knasësi pak më e veçantë. Çfarë adrenaline është, çfarë ndjenje ja u jap? Është ma herët është hera por që jam në këtë disciplinë, nuk është që këmë garu ma herët, është hera por që marrë pjesë këtë event, po përgjithësi është një adrenalin kështu se nuk... A e vozitni kështu edhe kerrin e policisë? Po ka dhe raste ka herë kur në vitet edhe me përdor gasin emergjente se
e di puna e policisë ashtë. Po ka dhe raste që na vjen, jo në atë kushtimisht po themi thy rregullat, po jena të rumë për rregulla komunikacionit me përdorimin e rotativës për arsye se e di puna që është natyra e punës. Jo veç të gara, po çdo vend që po mendoj që merr pjesë policia e Kosovës, për menim tamin është na nuk e kena betejm shërbimin. Sa më afër qytetarëve të Kosovës, sa më afër me kon komunikimit me ta, me kon sa më afër bashkëpunimit me ta për çdo gjë, do me thonë veç rastet, po bashkëpunues me ta edhe për shembull natyrës kësaj discipline që kena me vë, që na të e bë, me rëndësi është uni qytetar sa më afër neve, mos më na morë si persona zyrtar, na jena njerëz të shtetit, jena pavarësisht uniformës, jena njerëz që ti shteti. Për so sekunda po mendon që kime përfundu sot garën? Nuk e di, po petestojmë veten, edhe pse kam shumë konkurrent, sidomos ka gjenia femrore kena shumë konkurrent vaj. So janë sekundat parapon për me e përfundu që me doli pare? Nuk e di momentalisht se kom këshyre, se atë tracer nuk e kom këshyre heq, po mes sa ga bëj është 1 minutë e 14 sekunda me bo 2 gjerat. Kështu që është rekord shumë konkurrente modë është, po ta shumë ta sa po bëjmë. Okej, suksesa! Faleminderit. Është një farë adrenaline se marrish pjesë në garë, edhe zakonisht në për gara. A e vozit një kështo edhe makinën e policisë? A na tregon çfarë ndjenjë është sot për me i thy rregullat e policisë duke qenë se ju jeni të thirrur për me i zbatu ato? Po, sot është një garë e cila mbahet për nder të kolegëve veteranë detyrë. Mranda pistës nuk ka rregulla të caktuara për shpejtësi ose për diçka të kufizuar, është ndjen adrenalinë me vozit karr në pistë, por ndryshe rregulla nuk ka këtu mundësi me thye se është pista e kufizuar dhe janë shpejtësia sa të ki mundësi me vozit, veç me pas sigurinë, sa të mundesh mos me bë dëm. A e vozit një kështo edhe makinën e policisë? Jo, në kësi raste jo, është një farë vozitje emergjence, po jo në kësi pista domon. Në makina e policisë në qytet vozitet zakonisht me rregulla të cilat i ka komunikacioni. Çfarë adrenaline është kjo? Është një farë adrenaline se marrish pjesë në garë, edhe zakonisht në për gara është që takohesh me kolegë, është sport i cili na bashkon, na bën të cilat mund ndje mirë, mu taku së cili region, do më këtë regionet e Kosovës i kemi këtu. A mendoni që keni me dalë sot fitues? Nuk ma merr mendja që muj me dalë nashta fitues, po diçka me arrit është mirë. Po kuptoj se ka këtu plot garues të cilët janë shumë të mirë, dhe shpresoj inshallah fiton më mirë. A duhet me pos këso gora sa më shumë dhe a mendoni që këto gora ndikojnë në afrim edhe të qytetarëve? Gora sa të mohon më shpesh, është më mirë edhe për ne kolegët, e është më mirë edhe për qytetarët, të cilët na shohin që na policët zakonisht nuk jemi veç për trafik ose për diçka, na jemi edhe me marr pjesë edhe në për gara, në për angje tjera ku na bashkojnë me qytetarët. Për sa sekunda është e parapome për me arrit? Pista zakonisht deri në 37 deri në 41 është me arrit rezultat mirë. Do më në 37 tu ala asnjë s'ka dalë. Por ndryshe 37 është më i miri, 41 zakonisht janë këta tjerit që kanë shku më nalt. Faleminderit shumë, shumë suksesa. Faleminderit për ju, shina për të mirë, inshallah nga gara tjera. Fituesi i garës në superfinale do të ketë mundësi të merr pjesë edhe në një garë të formulës ne. Unë jam majori Amer Greguri, këto jam cilësi të kryesuesit të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqatave Sportive të Policisë Kosovës. Na tregon cila është arsyeja që sot po bëhet kjo garë?
Kjo garë po mbahet nën patronatin e Federatës të Automjeteve Sportive të Kosovës, domthonë edhe të klubit të automobilizmit të Policisë të Kosovës. Është nën motën për shërbim të atdhejut deri në fund. Do thotë është edhe për nder të policëve që kanë rënë në kryerjet e detyrës zyrtare. So vojza dhe sot jam kanë marrë pjesë. Realisht, krejt gara është organizuar me natë formë, i kemi kushtuar rëndësi shumë diversitetit dhe përfaqësimi në këtë garë është 50% djem, 50% vajza. Kanë qenë të lajmëruar që do të marrin pjesë në këtë garë gjithsej 78 pjesëtarë, nga ta 50% janë djem, 50% janë vajza. So ndikojnë këto gara nashta në afrim me qytetarë, duke qenë se Policinë e Kosovës e kemi po që merr pjesë edhe në për sporte. Policia e Kosovës 2 vitet e fundit ka punuar shumë në masovizimin e aktivitetit edhe pjesëmarrjes në sport, me krijimin e 8 klubeve, e klubi i nom, tash Zvoni, para 2 muajve është krijuar, domthonë klubi i automobilizmit të Kosovës. Këtë aktivitet e kemi organizuar bashkë me Federatën e Automobilizmit të Kosovës, të cilët na ndihmojnë sepse është viti i dytë që mahet, edhe kjo garë do të bëhet tradicionale, edhe sigurisht që policia përmes përfaqësimit sportiv po tregon një dimension tjetër, një anë tjetër të medaljes të përfaqësimit, jo vetëm në shërbim në aspektin e sigurisë, por edhe në aktivitetet sportive. Në fund, so fitues kanë me qenë edhe cili ka me qenë shpërblimi? Gara është krijuar në atë formë që në pjesën e parë do të garojnë policët femra, në pjesën e dytë do të jetë pjesëtarët e policisë gjinisë mashkullore, masnej nga gjithë ata do të zgjedhen 5 më të mirët nga pjesa e djemve dhe 5 më të mirët nga pjesa e vajzave, edhe do të bëhet superfinalja. Edhe në fund do të dahen edhe çmimet për fituesit e garës. Çmimet janë edhe certifikata, edhe kupa, gjithsesi fituesi i garës në superfinale do të ketë mundësi të merr pjesë edhe në një garë të formulës 1. Domthonë është si shpërblim kryesor i këtij aktiviteti sportiv. Faleminderit shumë. Është një ndjenjë shumë e mirë me qenë të gjithë të bashkuar, të gjithë për njëri tjetrin, ta mbajmë njëri tjetrin, ta mbrojmë vendin tonë. Përshëndetje, fillimisht nëse mundesh me na prezantu. Përshëndetje, jam Shqipo Osmani nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Kosovës. A jeni sot garuese? Patjetër. Po. Çka pritni prej kësaj gare? Mendoni që keni me dal fituesja? Në këtë garë marrin pjesë shumë pjesëmarrës të Policisë së Kosovës, të cilët janë secili më i mirë se tjetri. Prandaj edhe le të fitojmë më i miri. A është hera e parë për juve që keni marrë pjesë në këtë garë apo keni marrë pjesë edhe herave të tjera? Jo, kam qenë edhe garuese jashtë policisë, si qytetare, po ashtu kam marrë pjesë edhe vitin e kaluar me Policinë e Kosovës. Kam qenë garuese edhe këtë vit. Çfarë ndjenje është për juve si zyrtare policore, duke qenë se ju jeni të tërtë për me i zbatu rregullat në komunikacion sot për me i thy ato? Policia e Kosovës siç i zbaton rregullat, edhe sot, edhe gjithmonë. Sot përveç që jemi shumë të siguruar nga profesionistë të ndryshëm, jemi në vendin e kufizuar ku nuk rrezikohet jeta e qytetarëve. Kemi siguri shumë të madhe, prandaj edhe jemi shumë në rregull. A mendoni që këto gara ndikojnë në afrimin e qytetarëve? Po, patjetër. Sot kemi edhe qytetarë të ndryshëm këtu që kanë ardhur me dëshirë me i pa garat dhe policët të cilët garojnë sot. I falenderojmë shumë të gjithë. Sa i përket klubit, kemi formuar edhe klubin e Policinë e Kosovës në kuadër të garave me makina, së bashku me Federatën e Autosporteve dhe AMCK-n, ku e kemi kryesinë e klubit edhe shumë antarë pjesëmarrës në polici, të cilët do t'i bashkangjiten klubit dhe janë bashkangjitur. Klubi është formuar për qëllimet e aktivitetit sportiv, për të dalë pak nga rutina e përditshme, me u marrë sa më shumë e sport. Në këtë klub do të jenë të gjitha rajonet e Kosovës, duke filluar nga Prishtina, Mitrovica, Peja, Gjakova, Prizreni, Gjilani, Ferizaj.
Sot kjo gore është mbajtur edhe për me I përkujtu policët e rënë në detyrë, apo jo? Patjetër. Slogani kryesor është për gara është e mbajtur për policët e rënë në detyrë, të cilët I kanë shërbyer vendit me dinjitet dhe përkushtim të madh. Me moton në shërbim të Adheu deri në fund. Është një ndjenjë shumë e mirë me qenë të gjithë të bashkuar, të gjithë për njëri tjetrin, ta mbajmë njëri tjetrin, ta mbrojmë vendin tonë, të miremi përveç detyrave zyrtare që I kemi, të miremi edhe me aktivitete sportive, ku në Policinë e Kosovës kemi edhe shumë klube të tjera përveç automobilizmit, futbollin, basketin, edhe shumë të tjera. Pas një gare fantastike dhe plot adrenalin, ka ardhur momenti I shpalljes së rezultateve. Tek plasmani individual, femrat ftojnë major Amir Gërgurin për t'i ndarë çmimet. Vendin e 10 e mban Mergita Peci. Vendi I 9 Emine Kaludra. Vendi I 8 Arta Baliu. Vendi I 7 Merdita Vula. Vendi I 6 Merita Bicaj Musa. Vendi 5 Suada Sherifi. Vendi 4 Erlinda Hotlani. Vendi 3 Adelina Krasniqi. Vendi 2 Shqipe Osmani Ademaj dhe vendi I parë Ermira Topalli. Ekipor femrat. Vendin e 3 e mban rajoni I Gjilanit. Vendin e 2 rajoni I Ferizaj dhe vendin e parë DPP. E lusim Zonjën Osmani të qëndrojë në skenë pasi do bëjnë ndarjen e çmimeve të tjera nga plasmani individual meshkujt. Vendin e 10 e mban Kastriot Ratkoceri. Vendin e 9 Endrit Lalloshi. Le të bëhet gati për vendin e 8 Sehat Beqiri. Vendi 7 Vullnet Nuredini. Vendi 6 Gentrit Drenica. Vendi 5 Besart Borovci. Vendi 4 Enes Dreshaj. Vendi 3 Mirsat Hasani. Vendi I 2 Ram Bobaj dhe vendi I parë Maurik Blata. Urime të gjithëve. Music licensing reimagined. E tani për të bërë ndarjen e çmimeve tek plasmani ekipor meshkujt, ftojmë kryetarin e Paskut, Zotria Grondida. Për vendin e 3, le të bëhet gati rajoni drejtorisë së përgjithshme të policisë së Kosovës. Le të bëhet gati për vendin e 2, rajoni I Prizrenit. Dhe vendin e parë, rajoni I Mitrovicës. Tani arritëm tek plasmani general superfinale. Ftojmë drejtorin dhe organizatorin e kësaj gare që të bëjnë ndarjen e çmimeve, Zotri Ismet Rexhepi. Vendi I 3 Enes Drehaj. Vendi I 2 Ermira Topalli. Dhe vendin e parë Ram Bobaj. Artlist.io. Është e udhës në fund, mi falenderoj
ata që jenë përkujdes për organizim këtij manifestimi. Edhe ju shalutni duar tërkritje të fortë për gjithë ata që jenë përkujdes si refer të organizatorëve në për të me shku të aktivitet që të në shku. Gresa po nga këthen shpinën, po edhe kjo konë shumë më rëndësi prej fillimit. E mas shumë të këtë që bërtitin, të fund Ismet Rexhepi, për toni dhe advokitin dhe matë të qështë. Uroj edhe besoj që e një knocën, kjo është më rëndësi, kjo është kryesore. Nuk fiton gjithë maj miri. Në vitin e kaluam ka fitu dikush tjetër, sot ka fitu dikush tjetër. E vitin e ardhshëm, po besojmë dhe shpresojmë që të organizojmë këtë aktivitet edhe ma mirë, po të keme edhe aktivitetet tjera. Kështu që juve në punë dhe në detyrë ju prifte mora, faleminderit që keni ardhur gjithë edhe shihni era tjera. Tash e kemi edhe një çmim tjetër, Gresa do t'ju njoftoj. Faleminderit gjithë. Artlist.io